الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد تندروا جماعت vazhdojmë me hadithet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam të cilat I ka grumbulluar Imam Buhariu në librin e tij El Adabul Mufrad. Kapitulli I radhës të cilën e ka sjellë Imam Buhariu është kapitulli I lutjeve, I duave dhe ka nisë me salavatet, sepse salavatet në veten e vet dhe përmbajtjen e vet kanë edhe lutje, sepse ti kur thu Allahumma salli ala Muhammedin, o Allah bekoje Muhamedin, dërgo salavatën mbi Muhamedin alayhi salatu wassalam, ti një herë as I po lutesh edhe për veti, që Allah më të bekojë edhe tyje, sepse nuk I lutet për salavate posa ai I cili ka besuar Allah dhe pejgamberit alayhi salatu wassalam. Po për këtë arsye kapitullin e parë ka sjell kapitulli I salavateve. Kapitullin e radhës që ka sjell Imam Buhariu e ka titulluar Babun du'aur rajuli ala man zalama. Kapitulli I duas së njeriu ndaj atij I cili ka bërë zullum. Shariatet të ndërum gjemaat, feja islame, gjëjen më të madhe që ka ardhur për të realizuar në tokë cila drejtësia. Drejtësia. Andaj tauhidi është drejtësia më e madhe dhe shirku pa drejtësia më e madhe. Dhe piksoj pastaj tek zotat e tjera. Shirku është pa drejtësia ndaj Zotit. Tauhidi është drejtësia për Zotin. Dhe pastaj kemi të drejtat e njerëzve. Apo, sikur që I shihni njerëzit flasin për të drejtat e kafshëve, ndërkohë që I kanë lënë të drejtat e njerëzve. Vroj njerëz e fol për kafsh. Vroj njerëz e fol për të drejtat e kafshëve. Mirë, po ne s'kemi punë me ta. Andaj njeriu duhet me ditë se ka të drejta. Dhe kjo e drejtë shpesh herë nuk I jepet njeriu. Ai shkelet, dhe është normal. Është normal mi u shkel se ne në dunja. Na nuk kena ardhur këtë dunja mi mor këtë drejtat. Megjithëse feja thot me duhet secilit mi ia dhon të drejtën e vet. Ama donjëherë s'ki mundsi. Në donjëherë nuk ki mundsi. Andaj kur grumbullohen shumë të drejta, kur grumbullohen shumë kërkesa, ndodh zullumi. E kur ndodh zullumi njeriu ndihet I dopt. E kur të mbështetet për muri, atëherë feja e lejon që të lutet. Andaj pejgamberi alayhi salatu wassalam bënte dua për sytë e vet, për veshët e vet, për shfrytëzimin e tyre dhe çfarë thonte? Wansurni ala man zalamani. O Allah, më ndihmo kundër atij I cili më ka bërë zullum. Ka thënë dietarët në komentin e këtij hadithi, Muhamedi alayhi salatu wassalam nuk lutej kundër atij I cili ka bërë zullum, por kur atëherë mos kishte asnjë mundësi tjetër. Çka, u ka pshtet për muri, I ka marrë këta munirat, këta zidhet nuk e kanë kryer punën dhe ai është I fortë, zullumçari, atë ka thënë o Allah, ti I cili je, ai I cili ju jep forcë njerëzve, kthem të drejtën time. Dhe kjo është që e lejon shariati duan që ne jetojna me të nem. Me të nem. Çka është me të nem? Është me të mallkue për dikan I cili ka bërë zullum. Apo, mirë, po kjo thamë është e kurzuar me disa prej kushteve, që e drejta me kanë jotja, që me u marrë në bënyrë të padrejt dhe me kanë e konkretizuar me kushta ka bëu këta, që me ditë kundër kujna bëhet duaja. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bënte dua në përgjithësi për ata I cili ka bërë zullum dhe nuk mund ta nxirrte të drejtën e vet. Pastaj ka një njeri te pejgamberi alayhi salatu wasallam dhe I ka thënë ja Rasulullah, kur të bëj dua namaz, çka të them? Dhe e ka mësuar Muhamedi alayhi salatu wasallam. Por shumë është interesante ndonum xhamat, Imam Buhariu këtë hadith e ka sjell te kapitulli I dua së njeriu kundër atij I cili ka bërë zullum. An këtë dua nuk ka diçka e cila përmend zullumi dhe hakmarrja. Çfarë I ka thënë? Ka thënë ku të falësh, thuaj kështu. Pra ku të bësh dua. Allahumma ighfirli
warhamni wahdini warzuqni. Ka thënë o Allah, thuaj, o Allah, falëm, më shirom, më udhëzo, më jep risk. Ka thënë çtu e ki dunjan ahiretin komplet. Dunjan ahiretin e ki komplet. E para të ndërum xhamat. Ku është zullumi dhe ku është kapitulli i zullumit? Ja. Të ndërum xhamat, ne kemi disa armiq. Armiq të mëranshëm dhe armiq të jashtëm. Armiku kryesor i cili na nuk e shohim jo iblisi, shejtani i mallkum. A dhe thot Allahu xhela xhelalu, veç për shejtanin ka thënë fatakhiduhu aduwa. Marrne armik. Armiki i përbetuar është ai. Ai është ti edhe atë armikun e dukshëm me të bëti zullum. Ky është armiku i parë, shejtani. I dyti, ai i cili shifët, insani. Andaj kemi kul a'udhu bi rabbil falaq, kul a'udhu bi rabbin nas. Kemi edhe kundër e xhineve, edhe kundër njerëzve, pse ka edhe njerëz që banë zullum. Apo, pra kemi e xhine që nuk i shohim, e që na bojnë zullum. Dhe ata i kemi armiq, shejtanët, prej pabesimtarëve. I dyti njeri qoftë pabesimtar, qoftë musliman, po zullumqar, kriminal, ta shkel hakin. Edhe e kemi edhe një zullumqar, o shumë i zullumqar i madh, po ti kur qish sën hakmirësh ndaj tij. Andaj ka arë këtë dua. Po shemë ti thua Allah, largon për iblisit, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Në rregull. Edhe ban dua kundër ti sa të munësh, se ti s'ki punë me ta. Edhe kundër zullumqarit i cili o njeri, ban dua ti kundër ti, o Allah, shton për ti, largon për ti, sherrit ti, krimit ti, këtë rregull, largohesh për tina. Po është një zullumqar i cili shumë të ban zullum, e s'ki ku e qon. E i cili zullumqar bëhet pengesë por shumë të mira me mritë e ti, por shumë udhëzime me mritë e ti, por shumë furnizime me mritë e ti. Madje edhe xheneti është pengesë që ati zullumit. Cili është ai zullumqar të ndërum xhamat, që edhe të ban zullum, edhe me të me thonë dikush, a të bën dua kundër që ti zullumqarit, thu jo. Jo. Kush është ai zullumqari? Nefsi jot. Nefsi jot, egoja jote. Ma zullumqar se nefsi jot s'ka. Ketë ku ta lip qefi, teka, dëshira, kur ti ki qef veç për veti, që kjo quhet nefs. Allahu e ka përmend Kur'an. Wa nefsin wa ma sawaha. Dhe pasha nefsin dhe ai i cili ka kriju këtë nefs. E tash, që kjo vetja jote zullumqare që shti vazhdimisht me bo zullum, a thuti o Allah shkatërroje? Haja, se shkon edhe ti. Ha? Kur ti je me një anije, edhe është e kushzume, ja me pështu anija, ndash me pështu ti. A thuti para se me dalë në bregdet, o Allah, copa bane këtë anije se shpirtin më hangër? Jo, ka dalë njerë. Dalë edhe une me bashkë me anijen. E ta shtë ndërum gjëmat, kur të vjene të zullumqari i cili ojnë nefsi, qa mi bëk një nefsi? Hajde njerëzit kur të bojnë zullum, në regull, bandoa, qa me bëk kundër vetës? Që shpesher zullumqari i pari e ti, zullumqari i parë që pengon udhëzimin dhe rahmetin dhe rizkun je ti. Ti mitë është të thonë, qaj zullumqari, qaj munafiki, qaj qafiri, qaj. Në alëve që pak, ti ku po jetë o vlo? Ti zullumin shka e ban ti ku ka me mejta jo? A bash kujton se bash që shtu ka përcen leta? Jo valla, andaj shka e da për nga me srabë, ka dale. Andaj shkoj ma Bukhariu, sa i hollë ka qenë. Dhe duaja për zullumin e vetës. E qka me bo për vetës në rëmë gjëmat? Ka thonë, thuaj, Allahumme faghfir. Ateve, o Allah falem. O Allah falem. Sepse qaj zullumi nefsit tanë bëhet penges për në i gjenet. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, nuk hin xhenet pos nefsi i pastër. Besimtar i pastër. Pa e pastru nefsin. Shikoj të ndërum gjëma, do të vim të hadithe tjera. Sot neve na ofrohet një islam i cili nuk ka në ta asnjë lloj përpjekje. Islam i cili vetëm të anon nishanin, jo të pastron. Allahu subhanahu wa ta'ala qad aflaha man zakkaha. Ka shpëtuar ai i cili e pastron nefsin. Pa e pastru nefsin, shpëton te Allahu xhela xhelalu. Sa njëri hin islam, qisha kon xhailet çashtu veç ka hin nishanën e kam nuë. Veç dukjen e ka ndryshuar. Ti kur qoski në trupi vetes vëlla, ti harroje ç'i pshton, çka ki ndruar? Kallzon te mu për vitet në islam që je, çka ki ndruar? Çka ki ndruar, me thon, xhailet e bajsha që ta ose se baj. Xhailet menojsha çështu ças menoj. Xhailet jam kon çiki zullumçar më nuk jam. Jo, a ke heket si simbi vetes. Çka dha alayhi salatu wassalam? Lutu për nefsin tani cili u zullumçar. Zullumçar. Allahumme faghfirli, o Allah falem.
Pastaj, kjo pastrimi o borrit. Pastaj, warhamni, dhe më shiron. Dhe më shiron. E nuk më shiron, Allahu që nuk i më shiron zullumçarët. Nuk i më shiron zullumçarët. Shikoj të ndërum xhamat, neve mi vet njerëzit mi thon, çto shka po vrasin fëmijë. I dini këto shka vrasin fëmijë. Allahu ja u thej qafën, ja Rabbul Alamin. E kanë mri zullumin kul. Përveç Allahu e din me urtësinë e vet çka bën me ta njerëz. Me thon për shembull, unë në dua, o Allah më shiroje, fale. Çka thotë ti? O xhobe. Mo çish më shiroje. Ai ka vrarë fëmijë po, atë vëran apo atë vëran. E për ti e? Çka dallon zullumi atij dhe zullumi jot? Ata shikoj për janë së më ka tha, faghfirli, njerë, me ta fal, me fal, me u fal gjunahi, warhamni ma vonë, më shirom, pastaj, wahdini, dhe pastaj udhëzom, nuk i vjen udhëzimi zullumçarit. Inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin, Allah nuk e udhëzon popullin zullumçar. Si ti je zullumçar nuk të udhëzon Allah, të ban perde, se she, kit duket si je mirë as je mirë, as ki perde. Edhe në fund, warzuqni dhe m'jap rizq. Po këtë asyri ka thonë fun alayhi salatu wassalam, që që tu e ki kitë dunjajnë dhe kitë akiretin. Se Allah me ta falë gjunajnë të fut gjennet, me të mëshirue të fut gjennet, me të uzu jeton musliman dunja dhe të furnizon dunja dhe me atë furnizim të halal dhe hinë gjennet. A dhe që kjo është dunjaja dhe kjo është akireti. Andaj, duaja kundër zullumçarit, një, e gjineve, dy, njeriut i cilit ka bo zullum, dhe i treti, nefsiot. E tani është edhe një dobi tjetër që kanë zjetë jetarë. Imam Bukhariu po do me na thonë neve diçka tjetër. Kur ti thua Allah fal ma nefsin tem zullumçar, dush me ditë se edhe vllavi jot e ka një nefs zullumçar. I shtili nefs, shpesh herë i ban zullum vetes vet, e ai kur i ban zullum vetes vet, aty ka me të bëj zulluma. Kur unë i baj zullum vetit tem, lëkurës teme, çish pratun e tim mos me të bëj zullum. Unë vetën teme e kam nisur në xhenem, aty ka me trujta. Jo. Pa këtë arsye duhet me kon tolerant ndaj nefsit tjetër, që është tolerant ndaj nefsit tan. Andaj që shtu faghfirli edhe faghfirle. O Allah falë mu edhe atë. Falë mu edhe atë. Se qështë ka mashtru ti nefse, ka mashtru edhe atë. Ama na, a bëjmë doa për tjetërin? Jo, neve Allah na falë. Allah na falë neve. A tjetëri? Po sikur ti që e kini nefs zullumçar, kriminel, që s'ti me bo gjuna. Edhe tjetëri e ka një nefs, që ashtu zullumçar, kriminel, që s'ti me bo gjuna. Sikur që po lutësh për veti, lutë edhe për atë. Se nefsi ja ka bo atina. Me andru Allah o nefsin e mirë, s'ban zullum. Me andru Allah, andaj pejgamberi alayhis salam kur shkojnë Taif dhe i banën zullum, çka tha? Allahumma faghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ja Jibraili tha, i kam melek të kodrës me veti, a ti ngjit mi bashk, apo a ti baj bashk? Tha pejgamberi jo. Jo, se nashta ka dalin musliman këtu. Çka tha? O Allah, fali popullin tem, se këta nuk din. Ai me dit nuk e ban. Ai me pas nefsin e mirë nuk e ban. Ai me kanë lirum pi gjunaj nuk e ban. Andaj çka do të thonë o Allah liroj pi gjunaj. Baja nefsin e mirë, baja shpirtin e mirë, baja shpirtin fisnik. Edhe kur ta shifsh baja apo tjetër. Abdullah ibn Selam ja kon jehudit në ndërum xhamat. Jehudi ka ardhur ka bo sahabi. Pin jehudi sahabi. Amr ibn Khattabi ka dash me vra Muhamedit alayhis salam. Me vra ka dash. Amr ibn Az ka dash me vra. Nuk ka qenë gara ka dash, e ka marr shpatën ta vraje. Allahu që ka bo musliman besimtar. Pse? E ka përmirësu nefsin. Andaj, sikur që lutemi për vetët tona, duhet lutemi për të tjerat. A na lejohet mu lut kundër zullumçarëve? Po. Ama mos haro se pjesëve të zullumçarëve edhe ti. Andaj kujdes që mos të troke duaja e zullumit edhe tyje. Por këtë arsye këtë kapitull e ka sjellë Imam Buhariu që njeriu çfarë? Ti jep përparësi maghfiretit para dënimit. Që të thosh Allah fale, Allah pastroje, Allah uzoje, Allah mëshiroje, Allah furnizoje. E në fund të fundit nëse aja kam rikulmin e zullumin, me thanë, o Allah, bane helaq se ki nuk përmisohet. Andaj, kjo është prej lutjeve që i ka bo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe shohim se Imam Buhariu do sjellë një varg lutjesh nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se si duhet besimtari me u lut me lutje profetike të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Me lutim Zotin e Madh xhelal xhelalu, që Allahu na i fal gjunaat tona, na mëshiron me rahmetin e vet, na udhzon me udhëzimin e tina, na furnizon nga halali i tina. Lutim Allahu subhanahu wa taala që Zoti jon xhelal xhelalu muslimanët kudo që janë për botë Allahu të ndihmon, skamnorët, nevojtarët, bonjakët, jetimat, të vejat, të dobët e muslimanëve Allahu të ndihmon. E ata që bojnë zullum në tokë, Allahu ndër me vetë të shpartallon ya rabbal alamin. Elusim Zotin e Madh xhelal xhelal që Allahu subhanahu wa taala na mundson që të jetojmë me Islam, të
të jetojmë me fisnikëri, të jetojmë me bardhësi, të jetojmë prej halalit. Të lutim Allahu subhanahu wa taala që Allahu xhel xelaluhu na mundson që gjunaat tona mos bëhen pengesë për islamin ton. E lutim Allahu subhanahu wa taala që Zoti xhel xelaluhu na mundson që fletët e jetëve tona të jenë të mbushura me vepra të mira deri në ditën kur e takojmë Zotin ton te bareke ve teala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. فقد قال عز من قائل في كتاب العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم أصلحنا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا، اللهم اجعلهما الوارث منا، اللهم انصرنا على من ظلمنا وأرنا فيه ثأرنا يا رب العالمين. اللهم فاغفر لنا وارحمنا واهدنا وارزقنا برزقك الحلال يا رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصلاة.